Thuhet se burgu është për burra, por tashmë burgjet kanë hapur dyert edhe për gratë. Shumë gra, pjesë e politikës në Shqipëri, kanë shkuar pas hekurave të burgut dhe këtë herë çekiçi i drejtësisë ka rënë edhe për kryetarin e Bashkisë së Roskovecit, Malinda Bufi. Edhe pse është kryebashkiakja e një nga qyteteve jo shumë të mëdha, ajo rezulton të jetë femra më e pasur socialiste në Shqipëri, pasuri e deklaruar me vila, dyqane, troje dhe biznese. Në kulmin e karrierës së saj, gropën ja bëri një njeri që ajo nuk e priste, madje e kishte konsideruar si të parëndësishëm fare. Ka qenë shtetasi GB nga Roskoveci, që e ka regjistruar bisedën me kryebashkiakën, kur kjo i ka thënë: "Më falendero për ndihmën që të kam dhënë dhe për rikonstruksionin që i ka bërë shtëpisë tënde, sepse ti nuk e meritoje fare këtë gjë. Unë e di që ti je demokrat." E mëtej, ajo ka thënë: "Që nga ky moment e derisa të mbarojnë zgjedhjet, ti mos hap më gojë, e mos flit, as ti dhe as familja jote, rrini në shtëpi dhe mos shkoni për të votuar." Pas akuzave të ngritura për këtë rast, SPAK ka kërkuar dënimin me 1 vit e 6 muaj burg për kryebashkiaken e Roskovecit, Malinda Bufi, për akuzën e përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike dhe zgjedhore. Por, a do ta provojë Malinda izolimin dhe ushqimin e burgut? Sigurisht që jo, sepse ligji është me të fortin dhe atë që ka pushtet. Pas dhënies së këtij dënimi, SPAK ka kërkuar gjithashtu që dënimi të pezullohet dhe Bufi të mbetet në shërbim prove për 2 vjet, duke bërë të mundur që ajo të mos e shkeli derën e burgut. Në Shqipëri një gjë është e sigurt, drejtësia funksionon, por vetëm me të pambrojturit dhe njerëzit e thjeshtë, se për pushtetarët është krejt ndryshe. Po ju, si e komentoni vendimin e SPAK për kryebashkiaken e Roskovecit? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.